Se edhe i gjithë ku ka ndasht pare, gjithë e kemi shti me për një dishka thmijen, minimum kuzhin, edhe për me fituaj, se nuk merët parja me kuptu që kur gjë falas nuk vjen këtë jetë. Po, duhet me përnju dishka minimum, pa marë parasysh, a me minimum kopsht, ate ljulla, ata minimum në zvet miliojnë, ose unë nuk përtojsha, në ku ish kjo në punën e vetë, e bëjsha bukën edhe i lajsha entë, nuk është marrë. Kjo të ditën në punë, njëni tjetër duhet minimum. Kose nuk e njëni tjetër në unë dhe me arritë që është duhet. Qëllimet mbesin gjysta, po thjeshtë nuk shkojnë për para. Tani, jo gjithë meshkujt e kanë këtë ide, zotëri Shkëlqim, sidomos kur vjen të ndihma ndaj punëve të shtëpisë, apo ndaj gruas, unë i kom nimu shumë njënës, se nëna punoj, kena atëherë si thmi, unë i kom nimu shumë njënës. Shumë. Vetëm me hekoros se kisha problem, po tjetë i nimojsha. Të krejtë, me ja bo bukën prindve, ja bëjsha. Adin që aku mujtë vetë me hokërosin e kom pas problem, sot datit e kom problem, edhe të nëshe e kom vazhduhe. Se thmija është interesant me pa dhe babën, jo vish njone. Po me pa me marrë dhe pak edhe pi babë edhe pi njone, dy undë. Se mu vjen i njati, më shku qika të burë dhe mes me ditë kur gjo, jo mi në gjorë. Kjo e ka shti qike në madhe me 9 vjeqë, ka shti në margje, se thujnë. Edhe tash që i ka madhe i bën 18 vjetë, po i din të gjitha. Po, jam diçka e lirë, kur të di se kom lonë një smi, dhe më thënë 17 vjeqare që i din gjitha me bo. Po, se je e qetë edhe me e lënë vetëm. Po, jo me qetë, për ata po zoja vetës në fund të ditës. Në qofë se heq martesa apo diçka e tillë, po të ditës është zoja vetës edhe gjendet. Po, ashtu. Duhet më konë, duhet me, si edhe djali dhe me përgatit. Ja, mos me pakon, për shemull, mos me pakon thmija që kanë shku bashkë mirë në mja vete, atë në qion gucë, ose kanë s'kishe pas shansë milion vetën. Është e pa mundur, po. Kur kanë shku thmija mirë në me vete, djali o ku një urt, i ka marrë nga dë vete, i ka është tishka që e ke pas kryt e qetë kur ke dalë në udhtim ose ke shku dipa. Kjo e ka bu atlet, po besoj edhe këto udhtimet e juaj edhe gjithmonë këtë jetën midis Zvicrës dhe Kosovës. Por i kthehemi edhe njëherë tek biznesi, tek ferma, cilat kanë qenë vështirësit tani institucionale, po flasim këto byrokratike, qofshin letra atje, përmendet që s'ka shumë faktura, por gjithsesi mund të ketë patur probleme të tilla institucionale. Sa ka qenë e vështirë tani me hap një biznes në Kosovë, tu qenë një farforme shteta si Zvicrës? Apo s'ka qenë problematike për ju? Jo, këto është problemi mas shumë ti nazgjolake, nazgjoja punë marsit. Po. Se unë gjithë punë marsin, se punëtor mi thonë vjen pak rëndë, se më do këtë sikur se pëqes poshtë, se unë një punë dhenë që ajo është punë marsi. Punë marsi është problemi këtu se tash është pak edukata, jo tash këtë Kosovën, po është e vërtet shumica e kuadrave nuk kanë edukat të punës. Nuk është shumë edukata e dopt se nazgjolaki shumë senit i qojnë dëmë. Edhe nuk e kanë dertë heqë. Po që tash kumran do punë marsa shumë të mirë, edhe i afroj nga të veti se ku më konë të familjes, si ju ku më thonë, kush vjen këtu me po një, du më konë së kur familje. Edhe për momentin që ta është i mirë, se kem hekë shumë keq, mas shumë të me punë marsit. Po, një këru ishën sanë, adin edhe i prishja,